Një delfin i ngordhur është gjetur mëngjesin e ditës së hënë në bregdetin e Shëngjinit. Peshku me një gjatësi rreth 2 metër u gjet nga inspektorët e shërbimit pyjor, të cilët gjatë patrullimit kanë konstatuar delfinin e ngordhur në breg të detit. Dyshohet se delfini ka qenë pranë cektines dhe ka mbetur aty, pa mundur të kthehet dot në thellësinë e ujërave. Nga konstatimet e para është vënë re se peshku nuk ka dëmtime në trup, të cilat mund të kenë shkaktuar dhe humbjen e jetës. Gjithashtu mendohet se ka qenë rrymadetare ajo që ka sjellë në breg, pasi moti është karakterizuar nga erëra të forta. Delfinet ashtu si peshkaqenët janë peshë që nuk jetojnë në ujërat e detit Adriatik dhe për këtë arsye shihen tepër rrallë në vendin tonë. Ky nuk është rasti i parë që në bregdetin tonë konstatohen delfin të ngordhur. Në vitin 2007 një delfin u pikas nga disa peshkatarë rreth 200 metra larg shëtitores Taulantja në Durrës. Delfini i ngordhur ishte rreth 250 kg dhe me një gjatësi rreth 3.5 metra. Një vit më vonë në plazhin e Talës në Lezhë, një delfin me gjatësi rreth 2 metra dhe me një peshë 200 kg u gjet në bregun e detit i ngordhur.